Andaj pra, kur njeriu është me këtë ndjenjë, se është nën mbikëqyrjen e Allahut Teala non stop, ai e ka shumë ma lehtë edhe nesër kur del para Allahut të madhruar. Nuk është njëjtë sikur ai që e ka këtë ndjenjë se është nën mbikëqyrjen e Zotit e sikur ai që nuk e ka këtë ndjenjë se është nën mbikëqyrjen e Zotit. Ky i pari pra, shumë ma lehtë e ka atë moment të vështirë vllazën që do t'jetë, do me thonë, një vështërsi e papame, paparashikueshme, por e dëgjume kështu, por jo e përjetume. Ai momenti kur njeriu del para Zotit edhe ik prej të gjithë. Duhet pra me kujtu atë ditë kur do dalim para Zotit edhe ikim prej të gjithë. Para mendojeni, ik njeriu prej nanës, prej ma të dashurës e tij. Ik prej babës, prej ma të dashurit e tij. Ik prej vëllezërve, ik prej motrave, ik prej gruas, ik edhe prej fëmijëve. Se njerëzit tjerë mas që interesojnë. Do me thonë, atë ditë kur ik prej ma të dashurve tu që shë përshkun Allahun Teala në Kur'an kur folë për gjendjen e njerëzën ditën e gjykimit, Allahu i madhruar thot: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Pra atë ditë, kujtojeni atë ditë, thot Allahu. Keni parasysh atë ditë kur njeriu ik prej vllaut dhe prej motrës, ik prej babës dhe prej nanës, ik prej gruas edhe ik prej trashëgimtarëve, prej fëmijëve të tij, vajza apo djem qoftë. Do të me kujtu atë ditë kur është një moment edhe gratë shtatzana e hedhin e gjujnë jashtë barën e tyre, do me thonë fëmijën që e kanë në bark e hudhin jashtë. Do të me kujtu atë ditë kur do dalin para Zotit, kur nanat gjithonse i hudhin, i gjujnë fëmijët e tyre që i kanë gjitë duke i dhonë gjitë. Do të me kujtu atë ditë kur njeriu është i vetmuar, edhe s'interesohet për askënd, e askush nuk interesohet për ta. E kanë lanë gjithë, edhe ky ka me lanë të gjithë. Do të me kujtu atë ditë kur ti kërkon ndihmën e të tjerëve e askush të zgjat dorën e ndihmës, as që interesohet për ty. Ki me u çuditë se edhe ma të afërmit e tu nuk gjinden afër. Edhe me ata që e ke kalu jetën edhe e kënaq me ta, edhe i ke pas ma të dashurit e zemrës, nuk dëgjojnë për ty atë ditë. Nuk janë afër teje atë ditë. Do të me kujtu atë ditë kur njerëzit janë si kur të dehur, kur njerëzit nuk janë normal, ecin do me thonë si kur njerëz të pitë, si kur njerëz të dehur, që s'kan do me thonë që s'kan stabilitet në ecje, nuk janë të qëndrueshëm në ecje. Për ata, Allahu Teala na i kujton këto ngjarje, na i kujton këto momente, na i kujton këto raste në kaptinën në surën El-Hajj, ku Allahu Teala thot: "Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at." Kujtojeni atë ditë që do të përjetoni ku secila gjithonse e braktis ato që e ka për gjini, secila gjithonse e hudh ato që e ka për gjini. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Edhe atë ditë kur edhe gratë shtatzana e hedhin barrën e tyre, e hedhin ato që e kanë në mitrën e tyre para kohë e gjujnë jashtë. Wa taran nasa sukara, e shef njerëz sikur të dehur, sikur të pitë. Wa ma hum bisukara, po Allah po ata nuk janë të dehur, nuk janë të pitë, po çka ka ndodhur? Walakin adhab Allahi shadid. Mirë po atë ditë dënimi i Allahut është i madh. Atë ditë walakin adhab Allahi shadid, do me thonë dënimi është i dhimbshëm, është i ashpër. Dënimi i Zotit është i paparashikueshëm, i paparamendueshëm për ata të cilët nuk janë ruajt prej harameve të mëdha. Për ata të cilët nuk janë ruajt prej gjunaheve të mëdha. Andaj, këto që i përmenda dhe të ngjajshme me këto, do të vëllezër me i kujtua sepse të bojnë më të qëndrueshëm në fe, edhe të bojnë më të përkushtuar në fe, edhe çka të nxisin punët e mira edhe të ndalin prej punëve të këqija.
këto ngjarje që i përmendëm, domethënë çysh do të jenë disa kategori të njerëzve në ditën e gjykimit, ta lehtësojnë ty edhe të ndihmojnë ty me u largu prej harameve, sidomos prej harameve të mëdha. Sepse e kujton çdo që ka më ardhur ai moment, edhe kur kime qenë i vetmuar, edhe kur kime qenë veç me Zotin tën, edhe askujt nuk i bën përshtypje prezenca jote, bile edhe ata për të cilët ti ke investuar, që janë trashëgimtarët e tu, ata të cilët ju ke lënë shumë të mira mas vdekjes tënde. Dhe du të me pas kujdes, të nderuar vëllezër, edhe me ditë se nuk ka ndonjë moment apo ndonjë çast që ndonjë krijesë e Zotit i ik dijes së Zotit, apo i ik dëgjimit të Zotit, apo i ik shikimit të Zotit. Bile Allahu kur flet në këtë rrafsh, këtë drejtim, na tregon se edhe gjanat që janë për neve të parandçeshme, sikur gjethet. E dini sa ka gjethe në botë. Nuk ka do me thonë ndonjë institucion që e ka llogarit numrin edhe me thonë e kem çikash miliard gjethe në botë. Nuk ka. Deri sot veç një Zot e din sa ka gjethe në botë. Edhe kështu do të jetë gjithmonë. Mirë po Allah thot: "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Dhe ai e din edhe për çdo gjethe që bie prej trungut të saj, prej degës së saj. Pra Allahu e din edhe çdo gjethe që bie prej degës apo trungut të saj. Andaj gjithçka që ka në qiell dhe në tokë është në përcjelljen, në mbikëqyrjen e Allahut. Gjithçka që flasim kur bisedojmë ndërmjet vete është, më thonë, në ndijen e Zotit. Edhe Zoti na shef edhe na dëgjon. Gjithçka që mendon njeriu me mendjen e tij apo çka ka në zemrën e tij është në ndijen e Zotit. Andaj mos thuj, po flasën e me ty në besë edhe në katër sy, edhe që të bisedë po e la mes nesh. Jo smetet mes jush. Kjo është edhe tek Zoti. Smetet mes jush. Kjo është e regjistruar edhe në librin e punëve të ruajtura me besnikëri.